Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya'i Allahi wal mursalin. Assalamu ala al-Husayn wa ala Ali ibn al-Husayn wa ala awlad al-Husayn wa ala ashab al-Husayn. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshit mëshirëplotit, falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhruar. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju, të dashur vëllezër dhe motra. Paqja qoftë mbi Imam Husejnin, paqja qoftë mbi Aliun, birin e Imam Husejnit, paqja qoftë mbi fëmijët e Imam Husejnit, paqja qoftë mbi shokët e Imam Husejnit. Në ajetin 7 të surës Hashr, Allahu i plotfuqishëm thot: Bismillahirrahmanirrahim. Wama ataakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha shadidul iqab. Çfarëdo që t'ju jap i dërguari, merreni ata. E çfarëdo që t'ju ndaloj, hiqni dorë prej saj. Friksojuni Allahut, sepse Allahu dënon vërtet ashpër. Allahu i madhruar është i gjithë mëshirshëm, është mëshirëplot, i drejti, i gjithdituri, i mirë informuari, i dashuri, dhuruesi. Ai ka emrat më të bukur. Ai është e vërteta absolute. Vetëm atij takon adhurimi dhe ai meriton të lavdrohet, të lëvdohet në çdo moment të jetës. Me fuqinë e tij absolute krijoi gjithçka. Me urtësinë e tij të madhe dërgoi profetët dhe librat për të udhëzuar njerëzimin në rrugën e mirësisë, në rrugën e paqes, dashurisë, harmonisë, respektit dhe në rrugën e udhëzimit të drejtë. Allahu i dërgoi të dërguarit dhe i zbriti librat që me anë të tyre të na sqaroj se si të arrijmë të virtytet e mira, si të arrijmë të udhëzimi në këtë jetë dhe të shpëtimi në jetën tjetër. Allahu i ka urdhëruar njerëzit që të rrugtojnë udhën e përsosmërisë, duke ndjekur të dërguarit në përgjithësi dhe vullën e tyre, profetin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi në veçanti. Në surën Ahzab, ajeti 21, Allahu i madhëruar na thot: Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmil akhir wa dhakara Allaha kathira. Në të dërguarin e Allahut ka një shembull të mrekullueshëm për atë që shpreson tek Allahu dhe dita e fundit dhe e përmend shumë Allahun. Ky ajet i begat na sqaron se profeti i dashur, vula e të gjithë profetëve, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa alihi, është modeli dhe shembulli më i mirë për të ndjekur, jo vetëm nga muslimanët, por nga të gjithë njerëzit, në çdo kohë dhe në çdo vend.
Të dashur vëllezër dhe motra, këtu lind pyetja, po pas profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, cilët janë shembulli më i mirë për të ndjekur? Kushdo që e lexon historinë islame me vëmendje, me qetësi, me arsyetim, logjikim, do të konkludoj se Ehli Bejti i pastër i profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, pra familja e tij, janë shembulli dhe modeli për të ndjekur pas profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Sepse ata janë njëra prej dy rëndesave të vyera, të çmuara, për të cilat ka porositur profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam për të kapur pas tyre. Dhe pikërisht në hadithin Thaqalain, në hadithi i dy gjërave të rënda për nga rëndësia. Profeti i dashur ka thënë: unë po ju lë juve dy gjëra me peshë të madhe për nga rëndësia. Nëse ju do të kapeni për këto të dyja, nuk do të humbisni kurrën e kurrës pas meje. Njëra prej tyre është më madhështore se tjetra. Ajo është për libri i Allahut. Një litar që zgjatet nga qielli në tokë. Dhe pasardhësit e mi, Ehli Bejti im, ata të dy, pra Kurani dhe Ehli Bejti, ata nuk do të ndahen nga njëri tjetri derisa të ktheheni te hauzi, burimi i Kautherit. Prandaj hapini syt se si do të më kundërshtoni mua në këto të dyja. Ky hadith i transmetuar pra me këtë term dhe me terma të tjerë është mutawatir, që do të thotë hadith i përsëritur, i transmetuar gjërësisht i sigurt. Në terminologjinë islame, hadithi mutawatir është ai hadith që është transmetuar nga një numër shumë i madh transmetuesish në çdo gjenerat. Pra, është hadith i sigurt dhe i padiskutueshëm. Pra, i tillë është hadithi Thaqalain. Ky hadith gjendet në Sahih Muslim, Mustadrak al-Hakim, Musnad Ahmad, Fadailu as-Sahaba i Ahmad ibn Hanbal, Al-Khasa'is i Nisa'i, Masabihu as-Sunnah, Majma'u az-Zawaid, Al-Jami' as-Saghir i Suyutit, As-Sawaiq al-Muhriqa ibn Hajar, Al-Khasa'is al-Kubra i Suyutit, Tafsir ad-Durr al-Manthur i Suyutit, Tafsir al-Razi, Hilyatu al-Awliya, Sunan al-Bayhaqi, Ust al-Ghaba, Tarikh Baghdad, Al-Majma' al-Kabir i Tabarani, e shumë pra literaturë dhe libra të tjerë, në të cilët gjendet ky hadith për mutawatir, i sakt, autentik, hadithu Thaqalain. Ky hadith i bekuar dëshmon qartë se ai që dëshiron të arrijë përsosmërinë në këtë botë dhe të jetë i shpëtuar në jetën tjetër, le të kapet pas Kuranit dhe Ehli Bejtit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi. Sepse Kurani i shenjtë është libri i udhëzimit dhe Ehli Bejti janë modeli i humanizmit, i adhurimit, i devotshmërisë, i durimit, i drejtësisë, i sakrificës dhe i virtyteve të larta. Ehli Bejti përfaqëson rrugën dhe sunetin e pastër të vulës së profetit Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, i cili ka thënë: ne jemi Ehli Bejti dhe nuk matet askush me ne.
Ky hadith gjendet në librin Al-Firdaus i Dailamiut. Gjithashtu dhe Khairu Uqba në Kanzul Umar, Kanzul Haqaiq, Faraidu Simtain e të tjerë. Ahli Bejt në gjuhën e Kuranit dhe të sunetit të profetit ka një kuptim të veçantë në këto dy burime pra, në Kuran dhe në sunet. Qëllimi i fjalës Ahli Bejt është për të dërguar në Allahut profetin Muhammed, për Imam Aliun, për Fatima Zahran dhe për dy zotëri e të rinjve të banorëve të xhennetit, Hasanin dhe Husejnin, paqja qoftë mbi ta. Këta të pastër i pasojnë pasardhësit e pastër të cilët janë 9 imamët e pagabueshëm nga gjeneza e Imam Husejnit, që është deri tek Imam Mehdiu, Allahu ja shpejtoft ardhmen inshallah. Ka shumë transmetime të sakta të ardhura nga profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, në literaturat e ehli sunetit, ose në literaturat e shiizmit që deklarojnë qartë emrat e imamëve të ehli bejtit, paqja qofshin mbi të, siç është Nabiul Mawadda, ashtu edhe ai i Kunduziut al-Hanafi, në të cilën përmendet emrat e imamëve nga Imam Aliu alayhis salam deri tek Imam Mehdiu, Allahu ja shpejtoft ardhmen. Të dashur vëllezër dhe motra, kushdo që e lexon dhe e studion jetën e ehli bejtit të profetit Muhammed me gjaktësi, me meditim, me arsyetim, larg çdo lloj fanatizmi, do të konkludoj se Allahu i madhruar me anë të profetit Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, e ka përzgjedhur ehli bejtin dhe i ka bërë ata shembull dhe model për muslimanët, sepse ata përfaqësojnë vijën dhe rrugën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ehli bejti nuk janë pronë private askujt. Ehli bejti i profetit janë pra për të gjithë muslimanët. Dhe është detyrë e gjithë muslimanëve t'i duan, t'i respektojnë, t'i nderojnë dhe t'i pasojnë ehli bejtin. Ai që ndjek rrugën e ehli bejtit është ndjekës i rrugës së Kuranit të shenjtë, të cilit nuk i vjen e kota nga asnjë anë, sepse është libri i Allahut. Edhe ai, Allahu ka marrë përsipër ta ruajë vetë librin e tij. Ai që ndjek rrugën e ehli bejtit është ndjekës i rrugës së profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi, i cili asgjë nuk thot nga vetja e tij, por çdo gjë që ai thot e ka bazën në Kuranin e shenjtë. Siç thot Kurani në surën Najm ajete 3-4, ai nuk flet sipas shefit të vet, por ajo që thot është vetëm shpallje hynore që i vjen atij. Pra, ai që e studion jetën e ehli bejtit do të arrijë në përfundimin se pas profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi, shembulli më i mirë për të ndjekur është ehli bejti i tij pastër, pra familja e tij e pastër. Kjo është mos e vërtet, sepse ka ajete nga Kurani dhe hadithe nga profeti Muhammed që flasin për ehli bejtin e pastër. Qëllimi i atyre ajeteve dhe haditheve është që t'i bëjnë me dije muslimanët se çfarë vendi dhe pozite ka ehli bejti dhe t'u sqarojnë atyre se ata janë shembulli më i mirë për të ndjekur pas profetit Muhammed. Jo se janë të afërmit e tij nga gjaku, por sepse ata i ka pastruar Allahu plotësisht nga çdo gabim, nga çdo mëkat, nga çdo harres, gjuna dhe nga çdo e keqe. Dhe e kanë merituar nëpërmjet besimit, adhurimit, devotshmërinë dhe virtyteve të larta që mbaten që të jenë shembulli më i mirë pas profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Historia islame i nderon, i respekton,
imamët e Ehli Bejtit. Ka shumë dietar nga Ehli Sunetit të cilët kanë shkruar virtytet e shumta të imamët e Ehli Bejtit. Këto mund t'i gjeni në librin që ne kemi përkthyer dhe gjendet në faqen e internetit të shoqatës Spati, ku thuhet imamët e Ehli Bejtit në librat e Ehli Sunetit. Ehli Bejti i profetit Muhammed sallallahu alaihi wa ali janë ata pra që i ka pastruar Allahu plotësisht, si thot në surën Ahzab ajeti 33, o familje e profetit, në të vërtetë Allahu do që ta largoj për ju papastërtinë dhe t'ju pastroj plotësisht. Muslimi ka përcjell në sahihun e tij me zinxhir tek nëna e besimtarëve Aisha, e cila ka thënë: doli profeti sapo u zgjua nga gjumi dhe kishte veshur një gund leshi të zezë. Në atë moment erdhi Hasani biri i Aliut, pastaj Hyseini, Fatimeja dhe Aliu, e pastaj tha, profeti tha: o familje e profetit, në të vërtetë Allahu do që ta largoj për ju papastërtinë dhe t'ju pastroj plotësisht. Pra kjo ngjarje është përmendur në Sahih al-Muslim, në kitabu Fadailu Sahaba, për shkreu i virtyteve të sahabëve. Ehli Bejti profetit Muhammed sallallahu alaihi wa ali janë ata të cilët profeti i zgjodhi kur e urdhëroi Allahu të ballafaqohej nëpërmjet lutjes për mallkim me të krishterët e Nejranit, siç thot ajeti 61 surës Ali Imran, atyre që të kundërshtojnë ty për çështjen e Isai, pasi të ka ardhur njohuria, thuaj ju: ejeni t'i thrasim bij tanë dhe bij tuaj, gratë tona dhe gratë tuaja, veten tonë dhe vetat tuaja, pastaj le të lutemi që mallkimi i Allahut i godasë gënjeshtarët. Ehli Bejti i profetit Muhammed sallallahu alaihi wa ali janë ata për të cilët ka zbritur ajeti: thuaj, nuk ju kërkoj për këtë kurfar shpërblimi përveç se dashurisë ndaj të afërmve. Sura Shura ajeti 23. Ehli Bejti i profetit Muhammed janë ata për të cilët ka zbritur ajeti: ata që besuan dhe me të përmendur Allahun zemrat e tyre qetësohen, ta dini se me të përmendur Allahun zemrat e tyre qetësohen. Ehli Bejti i profetit janë ata për të cilët ka zbritur ajete të tjera, siç është ajete 8 në surën Insan. Pra, këto janë disa prej ajeteve të shumta që sipas komentuesve të Kuranit, komentuesve të njohur të Kuranit, qoftë tek Ehli Sunneti, qoftë edhe tek Shiizmi, kanë zbritur për Ehli Bejtin dhe flasin për pozitën e tyre të lartë. Ehli Bejti janë ata për të cilët kanë ardhur hadithe nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali që flasin për pozitën e lartë të tyre. Ndër ato hadithe, përveç hadithit të dy rëndesëve, ta kalojnë që përmendëm më lart, citojnë: profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: shembulli i Ehli Bejtit tim tek ju është si shembulli i anijes së Nuhut, ai që hipën atë shpëton, dhe ai që zmbrapset prej saj mbytet. Hadithi gjetën në Mustadrakul Hakim, i cili e ka quajtur pa të saktë sipas kushtit të Muslimit, në Al-Khasail al-Kubra i Suyutit, Al-Jami al-Saghir i Suyutit, Ruhul Maani, tafsir Ruhul Maani al-Alusiut, tafsir Ibn Kathir, Tarikh Baghdad, Hilyat al-Awliya, As-Sawaiq al-Muhriqa, Majma' Zawaid, Dhakhair al-Uqba, Kifayat al-Talib, Nur al-Absar, e të tjera burime, ku gjendet ky hadith, quhet hadithi i anijes. Pra, Ehli Bejti, sipas këtij hadithi, janë anija e shpëtimit për të gjithë muslimanët. Është detyrë që të gjithë ne të hipim në këtë anije, nëse dëshirojmë pra të jemi të shpëtuar, si në këtë jetë ashtu edhe në jetën tjetër. Në një hadith tjetër profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali ka thënë:
Yjet janë siguri për banorët e tokës nga mbytyja dhe ehli bejti im është siguri dhe është siguri për umetin tim nga mosmarrveshja. Nëse kundërshton atë prej fisëve arabe, do të përçahen dhe do të bëhen parti e iblisit. Edhe ky gjendet në Mustadrak al-Hakim, Khasais al-Kubra, Fadail al-Sahabi Ahmad ibn Hanbal, As-Sawaiq al-Muhriqa, Dakhair al-Uqba, Kanz al-Ummal, Al-Jami al-Saghir, Majma' al-Zawaid, Faid al-Qadir e të tjera burime. Në një hadith tjetër profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi ka thënë: "Duajeni Allahun për atë që ju ushqen nga begatitë e tij. Më doni mua për dashurinë që keni ndaj Allahut dhe duajeni ehli bejtin tim për dashurinë që keni ndaj meje." Pra nëse ne duam për profetin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi, duhet ta duam për edhe ehli bejtin, sipas thënies së profetit ton të dashur profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi. Hadithi gjendet tek Sunan Tirmidhi, Hilyatul Awliya, gjithashtu në Tarikh Baghdad, Usdul Ghabe, Mustadrak ala al-Sahihain e të tjerë. Kam thënë për këtë hadith se është me zinxhir të saktë dhe është dakord me të edhe Dhahabi. Në një transmetim tjetër, në një hadith tjetër, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi ka thënë: "Edukojini fëmijët tuaj me 3 cilësi: për dashurinë ndaj profetit tuaj, dashurinë ndaj ehli bejtit të tij dhe me dashuri për leximin e Kuranit." Gjithashtu, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi ka thënë: "Baza e Islamit është dashuria për mua dhe dashuria për ehli bejtin tim." Hadithi gjendet në Kanz al-Ummal, gjithashtu në Ad-Durrul Mansur. Dhe në një hadith tjetër profeti ka thënë: "Çdo gjë ka bazën dhe bazat e Islamit është dashuria për ehli bejtin." Gjithashtu profeti ka thënë: "Ai që dëshiron të hipë në anijen e shpëtimit, kërkon të kapet me lidhjen e fortë dhe dëshiron të kapet për litarin e fortë të Allahut, atëherë le të ndjek për Aliun dhe të ndjek prisit e udhëzuar për bijve të tij." Hadithi gjendet në librin Shawahidut Tanzil. Gjithashtu profeti ka thënë: "Ai që dëshiron të begatohet në jetën e tij dhe ta kënaqë Allahu me atë që ka, atëherë le të më pasoj mua në ehli bejtin tim me një ndjekje shembullore." Pra ta ndjekim pra profetin nëpërmjet ehli bejtit të tij, me një ndjekje shembullore. Pra duke jo vetëm thjesht me fjalë, por edhe me vepra. Dhe në një hadith tjetër profeti ka thënë: "Më ndiqni mua përmes ehli bejtit tim." Në hadithi gjendet në Kanzul Ummal. Të dashur vëllezër dhe motra, këto pra ishin disa prej haditheve të ardhur nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi, që flasin për pozitën e lartë të ehli bejtit të tij. Vallë, a nuk janë këto hadith të profetit argumenti mjaftueshëm për ta marrë ehli bejtin shembull dhe model? Sigurisht që janë. Është detyra jonë si musliman që të zbatojmë porositë e profetit Muhammed. Të marrim pra ato që na jep profeti dhe të heqim dorë nga ato që ai na ndalon. Por kërkuesit e kësaj bote dhe të dhëniet pas bukurive dhe qefeve të saj e kanë të vështirë ta kuptojnë të vërtetën shpirtërore të ehli bejtit të profetit. Gjithashtu edhe si përfaqësorët dhe fanatikët nuk do të arrijnë asnjëherë ta njohin ehli bejtin me njohje të vërtetë, nëse nuk thellohen në hulumtime dhe nuk pastrohen nga fanatizmi verbues. Ne jemi krenar që kemi imamat tanë të ehli bejtit, të cilët janë të pagabueshëm dhe të pastër, duke filluar nga Imam Aliu deri te Imam Mehdiu. Ne jemi krenar që edhe sot e kësaj dite fal dietarëve, teologëve, hafizëve, baballarëve dhe shehlerëve të nderuar
në troje shqiptare, drita e Ehli Bejtit është e pranishme në troje tona dhe kjo dritë e tyre në ndriçon zemra, mendjet dhe të gjithë qenien tonë, që ne të jemi të dashur me të tjerët, t'i duam dhe t'i respektojmë ata. Drita e Ehli Bejtit në ndriçon rrugën drejt Allahut të madhruar. Është detyrë të gjithë muslimanëve, që të dritë ta ruajnë dhe t'u apërcjellin brezave të ardhshëm. Ai që do Ehli Bejtin, ai që ndjek rrugën e tyre dhe i merr shembull ata në jetën e përditshme, atij i pranohen punët, i pranohet pendimi dhe do të fitojë faljen e Allahut fuqiplot. Në tefsirin Zamakhshari, një nga dietarët komentuesit e Ahlus Sunnetit, përmendet një hadith në të cilin profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali ka thënë: ai që vdes me dashuri ndaj familjes së Muhamedit vdes si dëshmor. Ai që vdes me dashuri ndaj familjes së Muhamedit vdes me mëkate të falura. Ai që vdes me dashuri ndaj familjes së Muhamedit vdes pendimtar, i penduar. Ai që vdes me dashuri ndaj familjes së Muhamedit vdes besimtar me besim të plotësuar. S'ka dyshim se ai që vdes me dashuri ndaj familjes së Muhamedit e përgëzon me leku i vdekjes me xhenet, pastaj munkeri dhe nekiri. S'ka dyshim se ai që vdes me dashuri ndaj familjes së Muhamedit përcillet për në xhenet, ashtu siç përcillet nusja tek shtëpia e bashkëshortit të saj. S'ka dyshim se ati që vdes me dashuri ndaj familjes së Muhamedit i hapen tek varri 2 porta prej portave të xhennetit. S'ka dyshim se ati që vdes me dashuri ndaj familjes së Muhamedit, Allahu ja bën varri vetprehje të melekëve të mëshirës. A këto janë pra Ehli Bejt. Pall, a nuk duhet i marrim shembull? Patjetër. Ashtu pra, të gjithë të kapemi pas Kuranit dhe pas Ehli Bejtit, siç na porosit profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi në hadithin Thaqalain. Elusë Allahun e madhruar të na bëj prej ndjekësve të dashurit të tij, të cilët janë profeti Muhammed, janë familja e tij e pastër, shokët e tij të zgjedhur, dhe elusë Allahun që të na bashkojë me profetin Muhammed, me familjen e tij të pastër, me shokët e tij të zgjedhur në jetën tjetër inshallah. Allahu ju bekof, ju familjet tuaja kudo që t'jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju.